Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, së bashku me anëtarët e Komisionit të Brendshëm për intervenime kardiologjike dhe kardiokirurgjikale, tha se analizat e të dhënave të pacientëve që janë dërguar ose operuar për sëmundje koronare dhe vaskulare periferike në të gjitha institucionet shtetërore dhe private në vendin tonë tregojnë se 10 nga 19 operacionet e kryera janë bërë pa nevojë. Siç prisja, Komisioni ka ofruar rezultate objektive, të bazuara në procese profesionale, shkencore dhe të pavarura. Detyra e Komisionit ishte të analizojë të dhënat e pacientëve që janë dërguar ose janë operuar për sëmundje koronare dhe vaskulare periferike në të gjitha institucionet shtetërore dhe publike dhe private në vendin tonë. Komisionit janë dorëzuar gjithsej 25 raste, nga të cilat u konstatua se 6 nga ato raste duhet t'i përcjellen Inspektoratit Shtetëror Sanitar, Shëndetësor, pasi Komisioni nuk ka kompetencë për to. Janë analizuar 19 raste dhe nga ato 19 raste, 10 prej tyre Komisioni ka konstatuar se operacionet janë kryer pa nevojë ose pacientët janë referuar për operacion pa indikacione të mjaftueshme. Ndërkaq, kryetari i Komisionit, Dr. Žarko Hristovski, sqaroi se puna e Komisionit është të përcaktuar si analizat të dhënave të pacientëve që janë referuar ose operuar për sëmundje koronare dhe vaskulare periferike në të gjitha institucionet shëndetësore publike dhe private që veprojnë në këtë fushë. Ai shtoi se në këtë fazë fillestare ata analizuan vetëm nevojën për revaskularizim, pra ndërhyrje tek pacientët me sëmundje vaskulare. Ai njofton se do të vijojnë aktivitetet shtesë. Tek 10 pacient, përcaktuam se gjetëm një indikacion tepër të gjerë. Faza e dytë është të hymë në klinika, të kryejmë analiza shtese dhe të miratojmë një strategji të përshtatshme, kur të arrijmë në një vlerësim përfundimtar të secilit rast. Informacioni do të dorëzohet institucioneve kompetente, do të kemi informacion të kufizuar. Ky është informacioni mjaftueshëm për momentin për të vazhduar më tej. Ky është një raport fillestar dhe ai përfundimtar do të vijë pas analizës së plotë. Hristovski shtoi se pas analizimit të dokumentacionit të plotë do të marrin konkluzione prej ku do të dalin hapa strategjik që do të përmirësojnë mbrojtjen shëndetësore për qytetarët e vendit. Ndërkaq, Ministri Aliu theksoi se ky është raport preliminar dhe pritet faza e dytë, që do të jetë me 3 ekspertë të jashtëm që më pas përfundimit të analizave nga Komisioni, do të japin informacione më të hollësishme me raport final. Sipas Aliut, ky raport do të jetë udhërrëfyes për kufizimin e politikave në këtë pjesë të sistemit shëndetësor në vend.